Ne po ikim një nga një e do marri te që s'kasin motër pastaj. Nëse di ma është gjallë, asë është gjallë. Pastaj them dhe të fundit, që nuk ma nxjerr dhe goja. I ka hequr, i ka kanceluar gjithë kontaktet. Dhe nuk mendoj që ajo të më harroj. Dhe po s'kujton ndoshta do të më bane dhe të humbur. Përshëndetje miqë dhe mirë se erdhët në këtë video, keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Do shkojmë në Zvicër në këto momente, është Aurel Doka duke më pritur, i cili ditën e sotme do rrëfej një histori të familjes së tij, një histori të dhimbshme që padyshim ka edhe një kërkesë në këtë paradite këtu në këtë live me Odetën. Hap dritarin dhe ftoj menjëherë Aurelin. Aurel, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje nga Zvicra. Si jeni ju? Mirë, faleminderit. Ju e mirë? Mirë. Më shkruajte sot një mesazh në adresat e mia të Facebookut për një histori të familjes tuaj. Tani unë të shpjegoj aq sa di. E kupton se unë jetoj edhe larg edhe nuk është se kam shumë kontakt me hallën. Po ajo nga që më mungon jashtëmase, unë prandaj të mora. Se asnjë nga hallat e mia nuk e merrte guximin, të merrte në telefon ose të shkruante. Edhe thash po e marr unë guximin, se unë kam shkuar shumë në atë hallë, edhe se e kam parë pak. Si ka humbur halla juaj? Atëherë, unë për herë të fundit e kam parë kur më ka munguar babai. Që kam qenë në Shqipëri, edhe kjo ka qenë hera e fundit që e kam parë. Ajo s'kam as kontakt as me një. I ka hequr, i ka kanceluar gjithë kontaktet. Ka parë një herë burrin e hallës në Elbasan me një shokun e vet, edhe ai kishte ikur, i kishte shmangur bisedës. Ato i kishte thënë, po na thuaj si është halla. Nëse di ma është gjallë, asë është gjallë. Aurel, si quhet halla që ju kërkoni? Greta. Greta kush? Paskali, emrin e burrit është Paskali. Ka jetuar në Greqi, e di. Po. Në Athinë. Po. Mendoj që ka ikur në Qipro, shu thuhet, në masgo e dhanave, ka di. Sa vjeç është Greta? Po, mendoj ke 60 atë po. 60 vjeç. Dhe për herë të fundit, çfarë viti e keni parë? 2011. Në 2011. Pra, prej vitit 2011, ju nuk keni asnjë kontakt me hallën tuaj Gertën? Po, kurse halla ime ka folur, më tha mua herën e fundit para 8 vjetësh. Rudina, ajo që folët ju. Po, pas pak do kem dhe Rudinën e cila do më tregoj me detaj historinë. Por, duke ditur që ke pasur një lidhje të ngushtë me hallën dhe fatkeqësisht nuk e asnjë informacion, çfarë dyshoni? Pse ajo ju ka bllokuar në rrjetet sociale? Tani me motrat e veta unë nuk e di, po me mua s'ka pasur asgjë, ajo mendoj që nuk e di, ndoshta unë mendoj gabuar, po ka dashur të stakohet vetë, nuk e di, nuk i jap dot shpjegim, të paktën nga ana ime. Se me motrat mund të ketë pasur ndoshta në një konflikt, në diçka të vogël, sa më ka treguar ajo për gjëra të vogla, më ka treguar, po kurse me mua s'ka pasur kur asnjëherë asgjë. Por, le të themi që largimi i saj në Greqi, ju më treguat pak më parë që bashkëshorti jetonte në Elbasan. Ti e përshtypi që ata janë të ndarë të dy apo jetonte në Elbasan fillimisht? Jo, bashkëshorti kishte ardhur si duket për punë në Elbasan. Kupton? Do ketë ardhur për punë, se ne nuk dim asgjë, pa ai do ketë ardhur për punë, besoj në Elbasan, se ai nuk para vjen. Rrallë. Ka qenë rastësia ajo që e kanë takuar çunat e hallës. Por nëpërmjet rrjeteve sociale, fëmijë halla ka, besoj. Ka, po janë me emra të ndryshëm. Pastaj është njëri që motra ime e ka kontakt me atë, po ai nuk flet. Nuk e pyet dot as për hallën, asgjë, nuk flet ai. Ai flet mbi të gjitha flet greqisht dhe anglisht. Komunikon anglisht me motrën time, po nuk flasi shumë. Edhe motra thotë unë nuk e gacmoj shumë se kam hallë se më heq edhe mua thotë. Edhe nuk para flet fare. Po thuj se fare. Shumë pak. Të duket pak e çuditshme kjo histori që flisni me fëmijët e hallës dhe ai nuk tregon se ku e ka maman.
Jo, vetëm me njerin, me më të madhin, ka 2 çuna halla. 2 djem. Njëri quhet Juli dhe tjetri Mandi. Motra ime flet vetëm me këtë me Julin nga që bëjnë maratona. Motra ime bën maratona dhe ai bën maratona. Kjo është vetëm shkaku që ato shkëmbejnë rrallë në një fjali, jo më tepër. Po për hallën nuk I tregon asgjë. E ka pyetur? Besoj se jo. Se motra ka frikë se po ta pyesi e kancelon dhe atë e heq. Por pse kjo frikë kaq e madhe nga disa njerëz kur duhet mbulojnë një sekret, ka një sekret, mbulojnë një të fshet. Këtë dyshoj dhe unë, nuk e di. Nga ana ime jo. Ajo nuk e di, ndoshta ka dashur një jetë më të qetë. Ndoshta, nuk e di, ndoshta ka ngacmuar, unë nuk e di nga hallat e mia. Unë flas nga ana ime asgjë. Asgjë. Por hallat që ke kontakte që janë në Shqipëri, çfarë të kanë treguar? Ato çfarë dyshojnë për motrën e tyre? Pse ajo është zhdukur në këtë lloj rrethane, në këtë lloj forme? Nuk më japin asnjë lloj përgjigje, thoj nuk e di mas ne. O ndoshta dhe mua më shefin e gjën, ndoshta kam bërë fjalë për diçka, nuk di asgjë. Nga e keni mësuar që halla jeton në Qipro? Se djali I madh ka marruar një shkollë, e di, një shkollë të mirë dhe për punë ka ikur në Qipro, ka marrë vllajën e vogël, edhe janë shkëputur të gjithë atje, po me gojdhena. Mas mami tim e kam dëgjuar mas motrës. I dashur Aurel, lajvet me Odetën I ndjekin masivisht shqiptarë që jetojnë jashtë kufirit të Shqipërisë, edhe në Qipro ku ka shqiptar. Nëse halla jote do të dëgjonte, do dohet I përcjellni një mesazh? S'di çfarë tjetër të them, dua që ajo të jetë mirë. Dëshiroj që ajo të jetë mirë mbi të gjitha. Dhe vetëm të mësosh të vërtetën ku jeton dhe është mirë me shëndet. Kaq. Unë kur kam qenë në Itali, se kam jetuar dhe në Itali, flisja rrallë, po flisja të paktën e një gjoja zarit, e dija që ishte mirë dhe kaq. A kishte shfaqur ndonjë problem ajo përpara se të humbiste, ndonjë problem në djenin tuaj? Jo, kur. Jo. Asnjë lloj problemi. Ju keni informacione Aurel që hallat në Shqipëri familja juaj e ka kërkuar, se duke ditur që është nga Elbasani, burri mund të shkohet tek familje burri dhe të mësohet? Po, kanë bërë hallat e mia, pyesin edhe I thonë nuk dim gjë. Që ja presin muhabetin, I thonë që nuk dim gjë. Ku është? Janë cërrik njerëzit e burrit. Por nuk dim gjë, ajo është ndarë nga burri dhe ka vazhduar jetën apo se... Jo, se besoj kur. Nuk e besoj kur. Duke ditur çfarë halle kam, nuk e besoj kur. Ajo shumë e dhimbshur. Ajo më ngjan mua pak. Më ngjasoj pak nga kjo anë. Jo. Nuk e bën kur atë ajo. Kur. Jo. Ato janë bashk, po pse janë shkëputur kështu nuk e di. Nuk nga ana ime nuk kam asnjë, nuk mund të them dot asgjë pse është shkëputur. Se me ne të paktën ka shkuar shumë. Me maman time, me motrat e mia, me mua, ajo ka shkuar jashtë mase. Edhe di vetëm këtë, nuk e di se ka boj ta them apo jo, që kur mos jetë më babai im, vllai im, thoshte, Ferdi quhesh babai, unë nuk viba. A, ju ka paralajmëruar që pas vdekjes së babait tënd unë nuk do vi më? Po, e ka thënë. Edhe ajo ka qenë shumë e lidhur dhe me babain tim, këtë e ka thënë këtë laf. E ka thënë këtë fjalë, edhe po e mban, pa ditur që mund të bëjt ndihet keq, edhe ai që nuk duhet ndihet keq. Por kush ishte arsyeja dhe motivi që një motër të vendosi të shkëpusi kontaktet me gjithë njerëzit në Shqipëri? Pse ajo e tha këtë fjalë? Nuk e di, nuk e kam iden, vetëm ajo e di. Vetëm ajo e di çka ka pasur në konflikt me motrat e veta, nuk e di. Hallat në Shqipëri nuk të kanë treguar që ka pasur një konflikt? Jo, hallat jo.
Kjo më ka treguar diçka të vogël, po se besoj tjetë kjo arsyeja. Halla më ka treguar Greta, kjo që ka ikur, më ka treguar diçka. Po se besoj tjetë kjo arsyeja. Thoshte që sikur kishte pak xhelozi kur unë i çoja diçka për shembull njerëz i diçka tjetrës, jo pse i çove kësaj pse s'ma çove mua. Ma i diçka janë gjëra të vogla, këta janë për mua, nuk e di. Po nuk mund ndikoj kjo që ikja e asajt. E kupton? Xhelozia, e qartë, xhelozira mes familjarëve, por ti nuk e beson që ky ka qenë shkaku kryesor të ndajë. Vetëm kjo që më ka treguar halla, po bëjnë kështu. Unë mundohem t'i kënaq, ato prapë s'knaqen. Këtë e kam gjuar nga halla vetë. Po nuk e besova që ajo do arrinte deri në këtë pikë që t'ikte dhe mos kishte më kontakte. Të paktën me mua, me familjen time, si kemi bërë asgjë. Dashur Aurel. Se nuk kemi pasur nevojë as për gjë. Jemi, shqyr Zotit jemi mirë, s'kemi kërkuar gjë. Uroj që halla juaj Greta Paskali ta ndjeki këtë video, të shikoj ty, nipi që e kërkon, ta dëgjoj mesazhin tuaj dhe uroj që... Unë mendoj që ajo po të shikoj këtë video, ajo do marrë në telefon. Unë e mendoj të paktën mua ka për të marrë në telefon. Edhe unë nuk e shpresën deri në fund se e di që ka për të marrë në telefon, nëse ka për ta parë. Dhe unë duroj me zemër që ajo ta ndjeki këtë video, të na telefonoj dhe ti t'ja dëgjosh zërin. Faleminderit. Ne do me të kemi kontakt, Aurel, sepse ti je në udhëtim në këto momente, je në makinë duke udhëtuar dhe nuk dua të mbaj gjatë, sepse është halla juaj Rudina duke më pritur dhe do vazhdoj historinë me hallën tuaj me Rudinën. Okej, faleminderit. Falenderoj dhe mbetemi kontakt. E dëgjuam historinë e Aurel Dokës, i cili jetonte me familjen e tij në Zvicër dhe është në kërkim të hallës së tij, Greta Paskali, e cila ka humbur kontaktet me familjarët, me motrat, vëllezërit, me niprit këtu në Shqipëri. Por Aureli më ka dhënë edhe numrin e hallës tjetër në Shqipëri të Rudinës, e cila do të jetë në këtë momente këtu në live me Odetën. Ajo ka më shumë detaje për historinë e të motrës, po padyshim që do japi një mesazh edhe për Gretën me shpresën që ajo do e dëgjoj. Kështu që nuk do vonoj, do hap dritaren dhe do përshëndes me njerë zonjën Rudina. Rudina, përshëndetje. Përshëndetje. Isha duke folur me nipin tuaj Aureli, i cili më tregoi historinë e familjes tuaj. Ju keni vite që keni humbur kontaktet me një motor? Po. Ajo ka jetuar në Greqi, në Athin, mos gabofsha. Ka jetuar për shumë vite. Po. Para 8 viteve. Po. Kur mami mu sëmur shumë, një fjalë të keqëri, ajo binte i ikte një fjalë shumë shpesh, nga që mami ishte smur. Dhe në momenti që mami ndërrovi jetë, ajo nuk u ba ma e gjallë. I humi kontaktet me neve. Kur keni folur për herë të fundit me motrën, me Gretën? Po pra, kam folur në para 8 viteve, në janar, një fjalë vjen në 16 janar. Në 16 janar mami ban 8 vjet që ka ndëruar jetë. Pra që atëherë ka qenë telefonata e fundit kur mami ndërroi jetë dhe ajo thoshte që mbaj buqet me lule, po qante, se unë nuk mund vit dot, nuk e kap dot varrimin. Ajo ka qenë telefonata e fundit që kanë folur unë dhe motrat e mia. Që i bie janari vitit 2018, mos gaboj. Okej, atëherë i bie, po. Por si shkëputët kontaktet, çfarë dyshoni ju? Tani nuk e di, dyshimet ka qenë i pari sepse fëmijët e motrës ikën në Çipër, që është në kufi me Turqinë dhe me Greqinë duket, mos gabofsha. Edhe motra thoshte gjithmonë që unë do ikim mbas çunave, ku t'ikim çuna do iki dhe unë. Në Çipër, mi fjalë morëm si vesh. Dhe justifikimi ishte nga ana e burrit motrës, se me motrën nuk ashtu folëm ma. Po burri motrës është nga Cerriku e Elbasanit, është atje, ka një vlla. Atje pastaj unë pyeta vllajin e burrit motrës. Tashun si qëndron puna e Nikos edhe Gretës, tashun sepse nuk kemi kontakt. Ai tha nuk e di, tha. Unë tha kur më merr Niko, tha më merr veca dhe me një numër gabine, tha, që kështu nuk i kam numër. Se më ka thënë që atje ku rrim ne, tha, nuk ka val. Kjo ka qenë fjala.
Ja, kështu humëm kontaktet. Pastaj vjet në verë, 2024, në Elbasan. Po më habit e dashur Rudina, në çdo vend të botës njerëzit kanë celular dhe flasin. Nuk është ky justifikimi, nuk jetojmë në vitet 90-95 që shqiptarët flisnin me kabina me ato karta. Po ne shumë na ka thënë ai pra si duket nuk donte të kishte kontakta, nuk e di, se thash ne dim shumë pak gjëra për këtë. Po Nipi Aureli u ba shumë kështu imitator që thoshte do flasu me Odetën, do flasu. Gjithsesi unë të kam dhe shoqe në Facebook. Gjithmonë që komentoj për fjalët, për gjitha gjërat dhe të shoh live me Odetën për ditë. Drejt të fillon në orën 10, unë e shoh në orën 12. Po, e vërtet, falenderoj, edhe oraret mi dinke. Po pra, ndjek jam shumë e rregull ke emisioni jot. Edhe do ta mirja këty, po a shumë që ndodhen gjërat, ne tani të humbur i qujmë atë. Dhe vjet, në verë, 2024, djali im i madhi ka takuar burrin e motës në Elbasan. Që kishte ardhur nga Qipra? Po, e shef rastisht. E të do Gjëniko. Sot, si jeni mirë? Sot, po ku jeni kështu që keni humbur? A i tha unë po iki, tha se kam i qik puta, po do takohemi më vonë prapë, tha. Iku dhe momenti që i ban djalimi vogël për shembull kërkesë ke Facebooku, ai e ban blok. Edhe Nipi njëjtën gjapan. Po çfarë dyshoni, se më duket pak e habitshme që një motor të shkëpusi kontaktet në këtë lloj forme me familjen e saj. Po, tani u them kështu tani, mendimi jon, i motrave që themi, se ajo ishte shumë e lidhur me mamin. Se kishte 30 vjet që iku në Greqi, që mas 97-ës iku në Greqi ajo. Dhe neti 3 vjet pa ardhur. Dhe malli i asaj i mamit ishte shumë i tepërt, binte letra, ti lexoje letrat e asaj, thotë kush i shkruan këto letra, këto fjalë. Edhe ishte shumë e përballuar për mamin. Edhe ndoshta ajo themun e ka përjetuar keq ikin e mamit nga kjo jetë, po mami do ikte një ditë se ishte edhe në moshë, 18 vjeçe. I qartë, e kuptoj. Me plag iku se më ka vdek një motër 47 vjeçe. Më vdiq vllai, babi Aurelit, që të ka marrë ty. Mas vllait Aurelit, mami ndëron jetë. Mas i ndëron mami jetën, vdesi motër prapë, 69 vjeçe. Sa vdekje pas i patur. Mas motrës, më vdiq prapë vllai tani, ka 9 muaj që ka ndërru jetë. Për ne dhe Greta për këto 2 vjetët e fundit, për këto 2 vdekjet e fundit, nuk është baje gjallë. Që vdiq motra, vdiq vllai, se ne vetëm te vllai kishin pastaj. Ajo nuk u baj gjallë fare. Edhe mendoj unë tani, jo vetëm imi mendimi, po edhe i motrave, mos ndoshta do ketë probleme me shëndetin e vet. Megjithatë prapë ne nuk jemi ashtu, vetëm ta dim që është mirë, ose të flasim në telefon. Sa e thoshte gjithmonë që kur vdesi mami, unë nuk vi më në Shqipëri, thoshte. Çfarë do baj, unë për mamin vi. Po unë nuk kam pas telefon kështu, kam pas telefon të vogël, edhe tani kam 2 vjet që e kam marrë telefonin, e kërkojna për këto socialet, nuk e gjetot, nuk e gjen. Ndoshta e ka bë blok, ai buri motrës do jetë mirë me shëndetin, them unë. Kështu dyshoj. Se po ta them shëndetin mendor, nuk e them dot. Sa ajo mund të jetë shumë mirë dhe thotë pse më bani kështu. E kupton? Mirë, këto janë dyshimet si motor, që ti ke që ajo nuk ishte asnjë lloj arsye të mos kontaktonte me ju, por ti dyshon se ndoshta diçka mund t'i ketë ndodhur me shëndetin dhe ky është motivi kryesor që ajo është shkëputur dhe ju s'keni informacion. Sepse Rudina, edhe Aureli më tregoi që edhe kur vdiq babi im, ajo kishte shprehur që unë nuk do vi më. Pra, ajo e kishte paralajmëruar ikjen dhe mos kthimin në Shqipëri. Por kur ajo e tha këtë gjë, është pak e habitshme se vërtet ikën nëna nga kjo jetë për shkak të moshës, vllai, motra, për shkak të sëmundjeve, por ka motrat e tjera, jeni ju. Po, biles me mua jo shkondi çik më tepër, sepse kur vinte në Shqipëri këtu ke mami, motrat e tjera ishin për puna kështu
punë të rëndësishme me zyrë, mi fjalë. Unë punoja ke fabrika peshkut ke Rozafa, edhe isha që shumë e lirshme dhe më thoshte që gjo, sa herë vi unë në Shqipëri, do t'i paguaj ato ditët e punës, ti të rish me mua. Pra isha shumë e lidhur me atë. Dhe nuk mendoj që ajo të më harroj. Kjo është në gjithë e imja. Por mua më Mbate do jetë smura. Pastaj them dhe të fundit, që nuk më nxjerr dhe goja. Mbase nuk jeton më. Po burri motrës plot na e thot në këtë gjë. Qysh që ka kjo punë kështu? Sa ajo është motra jon. Megjithëse është gruaja atit, po është dhe e jona. Ajo nuk do t'i humbte kontaktet me asnjë. Bile se kontaktet me mamin e Aurelit ka pas shumë. Shkonte shumë me mamin e Aurelit. me kunat. Se mami Aurelit ka ardhur nuse, na ka gjetë vogla neve, na ka rrit. Pra kishe dhe kontakt me atë. Edhe me atë tani ka heq kontaktet. Mi fjalë, çuni Gretës, motrës, që ka pas shoqë atje në Facebook apo në internet, i ka heq gjitha nga shoqëria. Se kush është arsyeja? Prandaj më duket pak misterioze dhe habitshme gjithë kjo histori. Mënyra se si ma tregon dhe sjelljet që ka bërë motra, fëmijët, por edhe burri i saj. Nuk më duket normale. Që ai ka ardhur në Shqipëri dhe juve s'ju kontakton. Çfarëdo që mund të ketë ndodhur, ju keni të drejtat e plota për ta ditur. Po, si për të mirë, si për të keq, sepse ne ti pranojmë tani. Ne do të pranojmë. Po të paktën thot ose të flasin vetë Greta, po nuk më besoj që Greta të flasë dhe të më thotë mua nuk do të kontaktoj me ty. Nuk e them kur këtë. Po ndoshta do jetë mirë se nuk do jetë mirë nga shëndetja, nuk e di ç'është ta them. Nuk kam pra, por nëse kam dashur gjithmonë të kontaktoj me ty, por ç'a të them? Ja kjo është e gjitha. Nuk kam ç'a të shtoj apo të paktoj më. E dashur Rudina, të kuptoj qartë, u bën 8 vite. Të ka marrë malli, besoj. Shumë ka marrë malli. Biles darjeri aty ke Facebooku, e fus dhe foton, po janë foto të reja që ka qenë më përpara. Edhe i them që je prap, me të netëm inshallah ma shef atë Facebookun edhe them që prap të kujtoj kush je, mos kujtoj se t'ka marru. Po jo fare, asnjë lloj shenje, jo. Fare. Se qysh është tani, se qysh bahat, unë nuk e di qysh ta them. Sa vjeç i bie ti? 60 vjeç afërsisht motra? 62, e ka pas ditëlindje datën 24 tetor. Ka ba 62 vjeçe. 62 vjeçe. Po. Dhe dua të pyes pak për jetën e motrës. Si ka qenë jeta e motrës? Ajo ka ikur herët nga Shqipëria. Është martuar besoj e re në moshë me personin nga Cerriku. Po motra këtu nuk është siç ka qenë para 97 që ishte krizë për gjithë, nuk ishte vetëm për atë. Ishte një kështu ka qenë një ambulante vogël aty që ishte ke parku i themi ne, paqeta kështu gjërash. Pastaj iku bashkëshorti Gretës iku përpara në Greqi, ja 8 muaj, pastaj mbas 8 muajve erdhi mori Gretën dhe Kalamajt. Edhe atje si që tregonte Greta, që edhe atje një vit ka qenë shumë e vështirë, sepse refugjate, shtëpi s'kishte. Pastaj mas një viti, thot ajo, që punova shumë fort, 3 puna, mjes, drejk, dark, ikja në shtëpi dhe vetëm sa për të fletë gjumë. Edhe e u rregullon pastaj, jo fëmijët me shkollë, fillimi përbullshin fëmijët se ishin shqiptar, i thoshin Kalamajt mos na tërrit me emrin që kemi në Shqipëri, se thonë që jeni shqiptar. I pagzoi pastaj Kalamajt, të madhit ja vuni emrin e vjerrit. Kosta, Konstantin e ka, kurse të voglit i vuni emrin e babit, Jani. Dhe ashtu e kanë emrin tani ato. Ashtu njihen në Greqi. Po, Konstantinos, Paskali dhe Jani Paskali. Por si ka qenë marrëdhënia juaj me Gretën për gjatë kohës që ka qenë emigrim? Shumë e mirë, mi fjalë atëherë në fillim ishte vetëm me letrat, se s'kishte të telefonatat, të rrjetet sociale. Pastaj mrapa po me telefon flisshim, me numër telefoni, kam pas telefon shtëpie kështu me që flisje edhe në kombëtare, ashtu flisje edhe me Gretën këtu me telefon. Ka qenë e rregullt ke telefonatat. Ka shprehur ndonjëherë kohët e fundit flas, kur para se të humbisen 2018, ka shprehur ndonjëherë ndonjë problem, ndonjë shqetësim që mund të ketë pasur?
Jo, pra, vetëm thjesht kishe gjitha të angësin e mamit. Po për familjen e vet jo asnjëherë, thoshte jam shumë mirë, jam i lumtur, çuni për çunin e madh ka një shoqe, se kështu i thoshin atëherë, jo të dashur, ka një shoqe, edhe i vogli ka një shoqe, pra nuk më tregoi ndonjëherë që kishte për shembull debate me shoqin apo me fëmijët. Jo, ishte shumë okay. Jam shumë mirë, thoshte vetëm se më merr malli për mamin. Ke mami e kishte gjitha te piksëmimin. Humbja e nënës që humbët nga kjo jetë, ajo e ka përjetuar shumë. Po. Kjo është shkaku, sepse ajo mori dhe shtëpia të reja i bleu në Tiranë. Ke shtëpia biles ma thoshte kështu, kur dal ke balkoni thoshte kam dyqanin që shtohet shtëpia italiane, po thosh italisht. Casa Italia. Po, bravo. Edhe kur dal atje thoshte e kam shtëpi shumë bukur, ma tregonte edhe kështu foto. Pastaj thoshte, unë do ta maj shtëpi sa ti të mami gjallë, pastaj do ta shesh shtëpinë. Po pse me Greta thoja unë? Po çfarë do baj këtu unë po vdish mami? Po jemi ne thoja unë. Pra ishte shumë e lidhur te dashurinë e mamit ajo, edhe the mos jetë ky shkaku që ajo nuk do jetë mirë nga shëndeti. Por me kunatin, me burrin e Gretës, si keni pasur raportet? Mira jo, mund jetë e sëmur, dhe nuk ka mundësi të flasi, i dhëm shpirti, nuk mendon fare për motra, por ai? Dita, sa është edhe herë tjetër, nuk kam çfarë të them për atë burrin e motrës. I ulesh mami tim gjunjë puthte durët, kur vishin që ishte smun. Shumë i dashur, shumë i mirë dhe nuk mendova që Niko i qyn burrin e motrës. Po, Niko. Nuk e mendova që Niko do arrishin këtu që mos ta jepte në informacion për Gretën. Shumë të mira e kemi pas. Shkonte me burrin tim, me burrin e motrës tjerë. Shkonte me gjithë, nuk ishte destinacion. Që thosh për shkak që ai rri distancë. Jo, ishte shumë i dashur. Jam shumë kurioze ta di që pse Niko duhet sillet kështu me neve, vetëm te nuk e kuptoj. Për shembull, është Greta smur, që unë nuk ja uroj kur, po mendoj unë. Mund të jetë smur. Ti do ta lajmërosh që kështu ndodh me Gretën. Po nuk do që të ketë kontakt me ju se mos të ketë gjendje emocionale. Dakor, po të patën na njofto. Sepse ja vdish motra, më vdish motra para, tani në janar ban motra 3 vjet. Greta nuk u baj gjallë fare. Që vdish motra apo jo. Tani vllai që ajo për këtë vllain e kishte, edhe babin e Aurelit, e donte shumë. Po ne pastaj u udhëm gjithë dashurinë këtij vllait, se vetëm te kishin pastaj. Kjo fare edhe për këtë. Edhe ti thoya që o Niko, pse do të takoja edhe 10 kur erdhi. Ore po e di Greta që ta që iku nga që është smur, se vllai u smun që vjet në verë, i doli diagnoza e keqe. Janë në shport vdiq. Pra, kështu i bini, me unë ka motrën e madhe 75 vjeqe, largë qoftë. Ndodhi na i gjame të ajo prapë, ne po ikim një nga një, e do marri veç që s'ka si motrë pastaj. Se kështu u ba tani. Sepse ajo ka shkputur kontaktet me të gjithë, jo vetëm ajo, por edhe fëmijët edhe burri. Janë shkputur fare nga Shqipëria dhe kjo të lë të dyshosh. Ka ndonjë hatërmbetje, ka ndodhur diçka që ajo ka vënë këtë mur dhe s'do të kontaktoj më? Tani, unë të them handërbindje, unë nuk e di me qenë motër ka handërbindje, se ne tani 4 motra kemi ngel këtu. Me jetë të jeni, e qartë. Faleminderit, edhe me gjithë Gretën 5, po se tim kua Greta. Të them që kam hupën, dhe njerëzit thoshin kur vdiq vllai që po Greta ka ardha e Greqis ka ardhë. Jo i thoshin me sa larg në Kipro, nuk ja tregoshin. Sa është për të çudit me gjithë ne që të humbi për 8 vjet ajo të humbi kështu. Por motrat e tjera çfarë thonë? Stojnë asnjë motra madhe që edhe ajo me të kishte shumë kontakte, sa ajo e ka shtëpi dhe sot aty ku e ka pas mami. Mami ka qenë kat 2, motra ka qenë kat 5 dhe ishte shumë me afrimitet edhe me motrën e madhe. Edhe motra ashtu thot biles, edhe kur kemi diskutuar të dyja ka thënë moj tiki se edhe motrat ka shoqe. Shkruan ty, o dita kur filloni ju si sezon, kemi shkrujt. Pra e kupton ku i kisha muhabetin, sa ajo mund thot për shkak që pse mbanë të humbur, por ne për ne humbur quta e di sa nuk kontaktojmë. Ku jeton, çfarë bëhet me jetën e asaj? Ne kështu e mendojmë. Edhe motra kështu thoshte, ta kërkojmë një herë, edhe po serdi, thoshte asgjë, po ta dim që çysh është jeta e asaj. Rudina, ajo që më bën akoma më shtypje është që edhe njerëzit e Nikos nuk u japin informacion. Po, e di pse? Se kështu thojnë ato motrat. Njëra motër që unë
kur vdiq vllai, ato erdhën, 2 motrat e Nikos. Edhe e pyeta unë atë të voglën. I thashë Klara, tash po keni marrë vesh gjë nga Niko? Sa ditë ti tha aq dim neve tha. Edhe me neta i ka shkuput lidhjet, në flet vetëm me vllajën e vet, që kanë Cerrik. Edhe Kunati bën të njëjtën gjë me familjarët e vet. Edhe ai nuk i telefonon. Po, vetëm me vllajën e vet flet ai. Kështu i kemi marrë zanat ne, tani po gënjyn ato dhe unë po gënjej. Por kur ti shkove të po, kur ti shkove të takove vllajën ai e mohoi. Tha s'kam numër. Po. Edhe 10 në verë kam taku duke lagja, nuk e di çfarë punësh kishte duke thënë balla, nuk e di. E takoj rastisht me gjithë nusën e vet. Edhe i them, biles e kam thënë duke qenë që o Federik, ore, po çfarë bëhet me Nikon? Sa ditë ti thot di dhe unë. Edhe i them, po mi ti s'ke kontakt fare? Me sa kemi marrë vesh tani, ai pasta një shok këtu në Elbasan. Edhe vetëm me atë kontakton. Niko, Kunati. Po. Ai është Beshiri e ka imin ai. I e mundur do të lidhesh me këtë person? Jo, nuk jam mundur që të lidhem, sepse u lidh motra ime para meje, e njifte gruan atit, edhe motra ime që është para meje ka punu me një butik. Edhe aty vjen gruaja këtit, edhe i pyet motra. Që moj, kështu thot, thot, Niko flet me burrin tim, thot. Po se qa flasin, thot, unë nuk e di, thot, sa i fletën e matan. Po ato janë shumë mirë, thot, pse nuk ka naj gjare, Greta shumë mirë është, thot. Po mi thot, pse i ka largu kaq kontaktet me ne Greta, i tha motra. Atë nuk e di, unë jam pjesë e familjes juaj, duhet ta gjini ju atë, unë nuk e di, ka thënë. E habitshme, misteri, gjithë histori. Që ata janë shëndoshë mirë, jetojnë në Qipro, të dy kanë vendosur si Kunati Niko mos flasi me njerëzit në Cerrik, edhe motra juaj Greta mos të flasi me familjarët. Ose i ka tha Niko atyre, motra, se 2 motra edhe një vlla ka Niko aty në Cerrik. Ndoshta i ka thënë që thuj që edhe me ne nuk flet. Ndoshta i ka thënë ai këtë edhe ato mbajnë të qëndrimi fjalën e atit. Se edhe kjo mund tjetë. Se për shumë motrët e atit nuk është se kanë shumë hallë ku a Niko, pse s'është Niko, si që jemi ne që jemi fut në hallë për motrën. Jo vetëm ne motrët, po edhe Nipi, Aureli mram, pati mram, po më thoshte. Si ka humbë halla Greta kështu, thoshte, do t'argjim se s'ban, thoshte, do t'argjim. Edhe ta, ka në një emision atje në Elbasan edhe unë i tash për ty, unë ja dash e emrin tatë. Po. Tha, po ma impi që kemi këta do lidhe mund me atë, tha. E vërtet, më shkruajti mbrëmjen e djeshme në Facebook dhe që parë isha duke folur me Aurelin, i cili më tregoi historinë dhe më tha të lidhesha me ju Rudina, se halla ka më shumë informacione, tha, më shumë se mua. Por gjithsesi, e mendon Rudina, thjesht po dyshoj unë, është hamencia ime. Më ka ndodhur me një histori me një çift të humbur në Kanada që shkëputën të 2 kontaktet me familjarët në Shqipëri dhe ishin bërë predikus të një feje. E mendoni se ndoshta mund t'je lidhur me këto qarqet e këtyre sekteve fetare dhe ka shkëputur kontaktet? Jo, e para herë nuk besoj, e di pse? Se ai vjet ka qenë këtu dhe ai vjet ka qenë këtu burri motrës, që të mund si thash që e takoj çumin i madhej. Po. E kupton, nuk ishte, thashë po qysh ishte, Niko që ka qenë ai ishte, nuk ishte bana ndryshim, për shumë që thosh më i madh pse ishte bashku. Kurse motra ime ishte shumë besimtare ke kisha. A, ka qenë besimtare? Ka qenë besimtare, por që të arrit deri atje, që theti pak më shpart, themi jo. Motra ime ishte çdo ditë dilen kish. Që ndiste qëri. Po, që niste qëri, unë që ngjonte pritin atje në Greqi, që hante atë bukën, thoshte vetë, çdo ditë dile, thoshte, me ato gratë ke lagja, thoshte që kanë pashoqe, ikim kish, thoshte. Po jo që të kështu, jo. Mendimi i vetëm kjo është, ajo ndoshta nuk do jetë mirë, them unë. Kupton nga ajo që ka kaluar te mamit, gjithë kjo është thelbi i muhabetit. Ke mami, se ajo dhe kur vinte ajo qante, se mami meti 3 javë, kështu si në gjendje kome, pastaj kthehesh prap fliste. Ka vuajtur. Edhe ajo më shumë qante dhe mami, se jo ajo, po edhe ne. Mami imi ku me mosh, po mami imi ku me plak. Se vdiq motra, vdiq vllai, babi Aurelit, mami imi ishte gjallë atëherë, edhe qa pleqëri e kalovi ajo, pleqëri me të mundume. Po tani
Edhe unë kthehem prapë, se edhe unë kam qenë shumë e lidhur me mamin, i kam më shumë se motrat. Si isha më e vogla. Po tani mami, ne do ikim para fëmijëve, edhe ne ikshim inshallah. E qartë. Mami ikë me mosh, jo të arrinte deri këtu. Ose mund t'jetë dhe kjo që Greta nuk do të kontaktoj. Okej, nëse ajo ma thot vetë që unë nuk do të kontaktoj me ju, jam akoma më e qetë pastaj. Po nuk besoj që Greta ma thot të fjalë, kur në botë, nuk e besoj. Nuk e besoj, ajo nuk do jetë mirë nga shëndeti, thënë. I dashur Dina, nëse do ta kishe përballë Gretën, çfarë do i thoshe? Ata do t'i thoja unë. Është gjithmonë në mendjen dhe në zemrën time. Nuk e kam harruar asnjëherë. Se mos kujton ndoshta ato të mban edhe të humbur. Në të humbur se kam ba. Po vetëm i telefonat lidhesha me atë të flisja. I mrama që shumë ngryse, që shi vetëm kaq, nuk është te Moskva ti në Shqipëri. Se me Shqipëri është dhe vetë ndje, po e ndjevi le të vi. Ajo ka shtëpia deri hap plot këtu. Ka motrat, ka shtëpinë e nipërve të mbisave, këtu nuk është se s'ka njëri. Po këtë do t'i thoja, vetëm tjetë vit i telefonat, që shje, thotoj motor, ose jam mirë, mos, pse do t'më kërkoni, edhe të fjallet ma thot, nuk ngele teatri. Vetëm thot që shje mirë apo jo. Edhe, në qoftë se Greta është mund i drejton dhe borit motrës. Sepse unë kam tentu gjithmonë të baj shok, për shembull, ai ban na herë bllokon se unë se kuptoj edhe mirë shumë mirë telefoni, se 2 vjet kam që i kam ble. Po çuni vogël thot, oj mami thot, sa i baj unë gjatë gjiniko sot kështu, shtesat ai ban blok thot që mos e shikoj më. I drejtohen dhatit. Nëse Greta nuk është mirë, duhet na lajmëroj. Vetëm kaq thot, ai nuk është mirë, edhe pastaj pjesa tjetër ku jeton. Pjesa tjetër pasaj është jona, se iki unë atë ke motra, se iki a pjesa ime ajo, dhe motrave të mia. E qartë. Kjo është gjitha. Por me dy niprit, si keni pasur marrëdhënie me fëmijët e Gretës? Po ato nuk na majnë me në detas, ato kur ikën në Greqi atëre, ai çuni madh ishte në klas 4. Kurse i vogli nuk ishte hyrë klas parë, akoma ishte në kopësh. Dhe ato nuk na majnë me, ato si majnë me kalamajt e mi, kupton? E qartë, sepse Aureli më tha që motra ime ka kontakte me njërin prej tyre në Facebook, por shumë pak shkruhen. Po nuk e di këtë, atë pjesë për shumë s'ma ka thënë Aureli. Në qoftë se ka pak, do t'i drejtohet pra motra Aureli, ti thotë që në gjë po të kërkojnë motrat. Ti drejtohet Nikos apo nuk e pyet ajo ku jeni për shembull, nuk e pyet motra Aurelit ku jeni. Frika më e madhe sipas Aurelit ishte se mos e bllokonte dhe ajo i shkruan një herë në kaq kohë për shkak të maratonave që ata bëjnë bashk. Ajo bën maratona edhe ai bënte maratona, vrapime, gara dhe shkruen shumë pak. Por ajo kishte frikë ta pyeste se gjithë meraku ishte mos e bllokonte. Po ai tani njëri nga ato çunat, me atë flet mbesa ime, ha? Po. Tani, mos e di ai që kjo është mbesa mamit vet, që ai komunikon? Por nuk jam i sigurt, nëse e di apo jo. Pra, se nëse ai nuk e di se me ç'i po komunikon për shembull, thot se do ta pyesë vetëm kaq, oj, ai njihet për Juli këtu në Shqipëri. Po që thash ai madhi, kurse atë njihet me emrin Kosta. Ai ta pyesi, o Kosta, po mami, qysh është mirë? Vetëm kaq. E qartë, e kuptoj. Nuk e di më dita, nuk e di, jemi në kështu në një uskryq shumë të madh sa unë nuk e di çfarë të them. As më shkonte meja që unë do baja këtë veprim për Gretën. Kur, se isha shumë e lidhur me Gretën. Kur them shumë e lidhur. Unë uroj dhe shpresoj që ajo ta ndjeki këtë video. Shumë faleminderit zemër. Shumë faleminderit. Nëse ajo ka marrë një vendim dhe s'do të kthehet më në Shqipëri dhe nuk do të flasi më askënd, është vendimi i saj, por të paktën të njoftoj që jam mirë dhe mos më kërkoni, kjo është më minimalja që duhet të bëj motra juaj Greta. Po pra, këtë na bajnë ajo, ose të flasin telefon vetë me gojën e vet, jo me të shkrujtme. Se mbasa ajo nuk do jetë mirë nga shëndeti, edhe shkojnë për shumë shkojnë Nika ose shkojnë çunat. Ajo të më marri vetët, unë jam shumë mirë, mos u bali me rak, kaq, edhe unë pasë do rri shumë i qetë, sepse unë nuk ka natë që mos e kujtoj. Se them, qysh po ikim kështu një nga një, them unë dhe ajo nuk po e merr vesh. E dhimbshme. Nuk ka asnjë hatër mbetje për këtë punë, po të kishte hatër mbetje, unë nuk i drejtohesha fare emisionit juaj.
ose nuk thoja fare. Nuk e thoja ka i ka ngel hatri këtu dhe kaq. Po jo ne folëm shumë mirë, ajo ka qenë telefonata e funit edhe qante me Dënes. Atë kishe puthe mami për mu, se unë nuk vi nesër në varrim, thoshe se nuk e arrit dot. Edhe biles motra që ndërovi jetë, se me atë rrinte mami, ajo e pyti Nikon. Gretës nuk i tha që ka vdek mami, po i tha Nikos. Niko tha, qa ori ta baj nesër varrimin e mamës, që ta kapni dhe juve. Jo, tha, ne nuk e kapim dot nesër varrimin, tha. E po motra ime pasaj u pyti 2-3 herë në gjota po them se mami vdishti sot mbas dite në orën 4 se ka qenë dimër dhe u është varros nesme në orën 1:30 vetëm për Gretës edhe Nikos që ta kapshin ato varrimin. Por ata nuk e. Jo nuk din. Po. Tani se ky është vërteta ne nuk e dim. Në atë kohë ata jetonin në Athinë apo në Çipër? Ato thoshin që jetojmë në Athinë, thoshte. Po do ikim, ko t'ikim çuna, ne do ikim rrapa çunave. E kuptoj. Mirë, e dashur Rudina, ta uroj me shpirt të lidhesh sa më shpejt me motrën. Unë uroj të marrim informacione dhe lajme. Lajvet e mia ndiqen kudo ku ka shqiptar. Në Çipër ka shumë shqiptar. Dikush mund ta njohë Niko Paskali dhe motrën tuaj Greta Paskali. Uroj që të marrim informacione. Atje në falër dita, më pasën dhe prega. Greta e ka emrin, po atje në Greqia jo pakzu dhe avunën emrin Maria. Detaj shumë i rëndësishëm, njihet me emrin Maria. Po, në Greqia, atje në Çipër tani është nuk ta di se është e pakzume. E qartë, njihet me emrin Maria. Uroj dhe shpresoj që të kemi informacione dhe do mbetemi të dyja bashkë në kontakt. Faleminderit, gjithë mira dhe të uroj shumë suksese. Faleminderit e dashur. Gjithë mira zemër. Shumë faleminderit. Mirë të dashur miq, urojmë dhe shpresojmë që zonja Greta Paskali, apo siç njihet ndryshe në Greqi me emrin Maria Paskali, por dhe bashorti i saj Niko Paskali, të na ndjekin dhe të na telefonojnë, pasi familjarët në Shqipëri të Gretës apo Maria, e theksoj siç njihet në Greqi, në Çipër dyshohet se jetojnë, të mësojnë të vërtetën çfarë ka ndodhur me fatin e motrës së tyre dhe urojmë që të lidhen sa më shpejt. Kushdo që ka informacion mund të na ndihmojë për këtë histori dhe të më shkruajë në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse edhe ju keni një histori për të denoncuar, mund të më shkruani edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube ku çdo paradite live ora 10 jam me ju me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër.